Për të 11 vit me radhë, në Gostivar organizohet koloni artistike e cila si vjet mban emrin Kombet e Bashkuara të Artistëve. 67 artistë nga 29 shtete të ndryshme të botës për 5 ditë do të krijojnë vepra nga sferat të ndryshme të artit figurativ, të cilat do të ekspozohen në përmbyllje të saj në ditën e komunës së Gostivarit më 29 qershor. Organizatori i kolonisë artistike është Shoqja e Artistëve Figurativ të Maqedonisë Draudaku me seli në Gostivar, ndërsa e njëjta mbahet nën patronazhin e kryetarit të komunës së Gostivarit. Si gjithmonë, Gostivari dëshmon që ka kapacitete për organizime të evenimenteve të tilla artistike. Si vjet kemi artistë thuajse nga i gjithë planeti. Kemi artistë nga Japonia deri në Amerikë, kemi nga Gjermania, Egjipti, Pakistani, thuajse gjitha shtetet europiane dhe mos harrojmë nga Shqipëria dhe Kosova. Jo rastësisht, koloninë e kemi emëruar Kombet e Bashkuara Artistike, është një kontribut i jashtëzakonshëm i antarëve të shoqatës son dhe besoni se në nivel ballkanik nuk ka eveniment më të organizuar se ky. Këtë mund ta shpreh çdo kush që është i pranishëm këtu. Tha Reshat Ahmeti, duke shprehur falënderim publik deri tek drejtuesit e komunës së Gostivarit për përkrahjen e treguar tani e disa vite me radhë në organizimin e këtij eventi. Në ceremoninë e hapjes solemne të manifestimit, i pranishëm ishte edhe kryetari i Këshillit Komunal Nasir Musliu, i cili në emër të kryetarit të komunës së Gostivarit Nevzat Bejta shprehu mirëseardhje për artistët pjesëmarrës nga i gjithë planeti. Kjo koloni artistike mban një slogan mjaft simbolik, Kombet e Bashkuara të Artistëve, dhe për nga numri i shteteve nga të cilat vijnë artistët, gjithsesi e meriton këtë epitet, por jo vetëm kaq. E meriton këtë emër dhe shkaku i asaj se gjendemi në qytetin mikpritës të Gostivarit, në qytetin i cili nuk njeh ndarje, por njeh vetëm bashkim, tha në fjalën e tij përshëndetëse kryetari i Këshillit të Komunës së Gostivarit, Dr. Nasir Musliu. Përmbyllja e kolonisë do të shënohet me ekspozimin e punimeve të krijuara nga artistët pjesëmarrës gjatë qëndrimit në qytetin e Gostivarit. Ekspozita do të mbahet fillimisht në ambientet e komunës së Gostivarit, pastaj në Shkup dhe me mundësi që të prezantohet edhe jashtë shtetit. Të pranishëm në këtë eveniment ishin edhe personalitete nga jeta shoqërore dhe politike.